mendimet të ditës sotme, po ashtu referuar paketës male, kemi pasur 4 bashki të reja të cilat sot kanë miratuar zonat prioritare, duke filluar me bashkinë Sarand, Kuçov, Gramsh dhe Tropoj. Ne vazhdojmë të ecim siç kemi qenë çdo javë këtu me bashkitë, të cilat miratojnë zonat e tyre prioritare. Tashmë mund të themi që numri i aplikimeve në territor, edhe për vetë faktin që numri i bashkive po rritet javë pas jave, është edhe më i madh, ka kaluar 500 aplikime. Besoj që edhe në javët në vijim ne kemi një sër bashkisë të cilat janë në proceset përfundimtare të miratimit të zonave prioritare, ku ata besojnë që ka nevojë për t'i dhënë prioritet zhvillimit ekonomik lokal në bashkitë e tyre. Zoti Ministër, do të pyes sërish për reformën territoriale. Pasi në takimin e zgjeruar të grupit keni prezantuar, zoti Mazniku ka prezantuar dhe 4 variantet për sa i përket të Partisë Socialiste për ndarjen territoriale. A është skenari 3 dhe 4 ku Shqipëria të ndahet në 4 rajone dhe qaqet të shkojnë në zgjedhje të drejtë për drejta versioni i preferuar i socialistëve? Faleminderit. Në fakt, në mbledhjen e zgjeruar të grupit parlamentar janë diskutuar modele të ndryshme, nuk ka një qëndrim absolutisht nga Partia Socialiste apo nga grupi parlamentar i Partisë Socialiste dhe aq më tepër brenda komisionit posaçëm. Ne besojmë dhe unë do i referojmë përsëri të njëjtin mesazh që kam thënë gjithmonë, ne duhet të ecim përpara me procesin. Është krejt normale që të gjithë jemi duke analizuar modele të ndryshme, të cilat vetvetiu nuk e kemi shpikur vetëm ne, por ka vende të ndryshme të cilat kanë modele të ndryshme në territor. Kuptohet që ne i referohemi më shumë specifikave që ka Shqipëria dhe aq më tepër sfidave që ne do të kemi përpara. Nuk ka një qëndrim. Kjo është shumë e saktë. Besoj që mbase dhe informacioni që ka dalë nuk ka qenë i plot. Por aty janë diskutuar në parim disa prej kolonave kryesore ku kjo reformë duhet të mbështetet. Dhe besoj që kjo e bën procesin më të shëndetshëm dhe patjetër produkti përfundimtar do të jetë edhe më i mirë. Zoti Demo, i sa mizuar nga Report Televizion, e kam studiuar më herët të rregulloren për përdorimin e hapësirave publike që ka kaluar sot në Këshillin e Ministrave, dhe pyetja ime është që kjo rregullore është hartuar në bazë edhe të fakteve në terren, sepse për shembull një pikë që është për të diskutuar lidhet me trotuaret nëpër qendrat urbane, ku minimalisht duhen 2 metra për trotuar. E vërteta është që çdo njeri nga ne mund ta dëshmojë që Tirana për shembull ka shumë pak trotuare që kanë minimalisht 2 metra për këmbësorët. Cila është zgjidhja që mund të jepet përmes kësaj rregulloreve ose edhe akteve të tjera? Zgjidhja është shumë e qartë. Përparësi kanë qytetarët. Nuk do të thotë që çdo subjekt kudo që të jetë do të ketë mundësinë për të ushtruar një aktivitet caktuar. Dhe besoj që kjo është e mbështetur nga gjithë qytetarët, dhe besoj secili prej nesh në jetën e vet personale.